Shikues, është momenti për gatuar një pjatë, e cila ju merr kohë hiç më shumë, e hiç më pak se 10 minuta, dhe krejt kjo fal salsës më të mirë në treg, tigullio. Kemi cacio dhe pepe. Mos ta kishim këtë salsë, do të mirëni piperin e zi, jo djathin, do të krijonim vetë kreme. Ja pra për gjithë ne që shpesh nuk kemi kohë, kemi e s'kemi, e bleni tigullje dhe bëni super pastën italiane që do t'ju shijoj si kur të jeni në Itali. Tua për me kemi linguinen nga garofalo, uji na ka vlu, do t'i zijem al dente, shikues. Meqense kjo pjatë, kjo recet krijohet ku në fortere, vendosen në kokra, piperi i zi që merr pak ngjyrë e pastaj edhe jep aromë më intenzive. Po, nëse kishim fillu prej fillimit, kjo recet bëhet duke vendosur në fortere kokra të piperit të zija. Ja, unë i kam këtu të përzirë. Por, me që se kemi këtu piperin pra për tëmë ta bëjmë ma interesant, do të vendosim në fortere edhe pak kokra, ku do të presim derisa pak të skuqen dhe aroma do t'jetë ende më intenzive. Nuk do të përdorim as gjallë, as vaj, do t'jetë interesante, kështu që pa humbur kohë, se kështu e marë forteren, ja, pa humbur kohë, po i hapim pastat garofalo dhe si gjithnje, tek shijanës, pastat hapen kështu. Ja, pra, do të presim derisa të zbuten për pak sekonda dhe këto do të zhyten komplet, pra asnjëherë mos i preni, mos i ndani shpagetat, linguinet, këtë rast linguinet, ja, apo e shihni, po zhyten bashkë, do të ta mbyllim me kapak. Tani do ta marrim një fortere, ja këtu, ku do të punojmë me pastat. Dhe do të shkojmë në temperaturë të lartë, pastaj duke ulur temperaturën. Dhe thash, do ta bëjmë pak më interesante, edhe pse piperin e kemi tek tigullio, po kam dëshirë me i vendos disa kokra të piperit fortere. Ja pra, do të vendosim disa kokra. Atëherë do të presim derisa piperi skuqet pak, do të jetë më aromatizues. Dhe pastaj do ta shtypim këto në ndimësin e shtypsit, do ta kthejmë në fortere, do të shtojmë pak ujë të pastave, do t'i zhytim linguinet dhe pastaj do ta zhytim cacio e pepe nga tigullio, djathin dhe piperin dhe u kry dreka. Ja pra, presim derisa të na bëhen al dente. Shikues, ja edhe linguinet I kemi për 1 minutë gati, por edhe kokrat e piperit I kemi gati, ja do ta ndalim shporetin dhe të largojmë pak të lule, do t'i vendosim këtu, ja kështu. Ja. Dhe do ta shtypim. Do të shkojmë fillimisht me temperaturë minimale dhe nga linguinet do të marrim ujin, ja kështu. Wow, shikues! Ja, ja kështu. Ja. Ja kështu. Wow, shikues! Pas kemi me mytë Adrianina. Ja, ujë dhe piper. Pak shaka. Do t'jetë një super pasta, linguinet na janë zi. Ju thash që piperin e kemi tek tigullio, po thash ta bëjmë recetën ende më autentike. Tani, tek forterja, do t'i zhysim linguinet, ja. Po e ndalim shporetin, do t'i marrim linguinet, ja, kështu. Me ndihmën e pincetës, opa. Rreqa këto. Qa edhe një. Pa përzijemi kështu mirë. Tani do të vendosim
nga tigullio, salsën cacio e pepe, wow, ja pra shikues edhe linguinet i kemi gati. Atëhere, hajde kamera ofër saki, hajde, ja pra si duken linguinet, cacio, ja salsa, por i jetë poshtë, i pepe. Tani, do t'i servojmë. Hajde. E ka marrë shikues një pjatë të cekt dhe me ndihmën e pincetës do ta kemi një pjatë si në restorant. Shkojmë atëherë kështu, atëherë është shumë e thjeshtë. Me ndihmën e pincetës të marrim linguinet, të rrotullojmë, ja kështu mirë, ja kështu. Dhe tani, me ndihmën e një piruni ose luge si doni, e mbani kështu dhe e tërheqni. Sa e mirë. Për shikues kjo nuk i del Adrianit, po që mos ta prishim bukurinë e pjatës, po shkojmë me pjatën numër 2. Pra i tha shumë e thjeshtë, po. Ja kështu, me pincetën, i merrni, i rrotulloni, mirë, o zot sa të mira. Ja kështu, opa, hajde se na u prish, jo s'na u prish. Ja kështu. Dhe me pirunin e mbani afër. Dhe me këtë ndihmë, me pirunin, ja, luk piru çka doli, e tërhiqni, e gati. Tani, tu kam piperin e zi, me qenë se janë full piper, edhe sipër duket më bukur, ja kështu. Ja, edhe pak piper. Shikues, kjo është pra pjata cacio e pepe. Linguine me djathë dhe piper të zi, e bukur, fine, edhe o zot, çfarë arome. Sa s'na ka ardhur Adriani, me qenë se kemi këtu në përtera, hajta provojmë fillimisht ta kemi bo diçka jo, si ju thash të dyja janë të Adrianit. Hajta provoj, ja. Wow. Po djeka. Tepër të mira shikues. Se edhe piperi intenziv që e skuqa në frëtere, i lumë shindurt, zilja. Fol për Adrianin, Adriani i rrin kohë tamam sa si kanë ftoft linguinet, po shkojmë po e hapim dhe. Shkëlqyshëm, po dokët, e sigurisht edhe shija ka me qene shkëlqyshme. Tepër e mirë edhe pak e djekst, tamam qyshëm pëlqen mu, po vazhdoj me hangër s'po pëlqen. Edhe unë për djesë s'u hangër. Sa i mira, pak trënë se ka për në mes. Jo, unë aftëroj atje të veni ku është. Këtu jo. Shije fantastike.